Gjeta një vend kalendar për fëmijë. Shikoni pak sa cute. Ka gjithë këto personazhet këtu. Këdja I dalloni dot numrat, mishi, dyshi, treshi, me radhë deri në datën 24. Sapo më erdhi porosia. Raili është në çerdhe dhe mezi po pres që të kthehet nga çerdhja dhe të hapim mishin edhe dyshin. Më pas nuk do t'ja lëmë poshtë pemës, sepse sigur që të doj që t'i hapi të gjitha, por do t'ja fshi dhe do t'ja nxjerr çdo ditë në mëngjes që të hapim nga një përpara se të shkoj në çerdhe. So cute, kështu që për momentin do t'a lë këtu, që kur të vi nga çerdhja ta gjej. Ka një dhuratë për ty. Wow, bukur baba. Hajde ta shikojmë bashkë. Hajde. Hapin çik të qesën oran. Tani mama do hapim çdo ditë nga një. Hape këtë të parë. Jo gjitha. Jo. Ha. Mere këtë që ishte të dyshi, do marrim edhe njëshin. Jo atë. Mere dhe ashtë. Këtë. Jo këtë, jo. Kjo është e mbyllur. Këtë këtu. Do t'i fusësh prap aty. Mirë. Nesër do të hapim prap tjetër. Mirë. Jo, nuk e hapim, mami, hape çdo ditë. E grisi. Bëm një unboxing me gjërat që bleva tek Zara për uljet. Faktikisht nuk është se ishin shumë ulje, shumë produkte nuk ishin me ulje. Dhe tek këto produkte nuk ishin produkte që unë kisha në listë për veten time. Kështu që tek kjo kuti nuk ka asgjë për mua, po ka për Renin dhe për Raelin sigurisht. Ajo nuk do mungonte. Atëherë, për Renin morëm 2 bluza kështu të thjeshta. Kjo është një blu errët me pak jak dhe është një material as I holl as I trash, mendoj se është një material shumë I mirë. Pastaj morëm një bluzë tjetër po për Renin. Kjo është si e pambukt, e thjesht, bazike, e zezë. Kaq ishin për Renin, tani të kalojmë tek Rael. Nuk mund të rria sigurisht pa I marrë disa gjëra, është bërë hobi im të blej rroba për Raelin. Mora një palë pantallona kadife, shumë cute. Mora këtë ngjyrën beige që mund t'i shkoj me të gjitha rrobat që ka. I mora gjithashtu një palë tuta për në çerdhe. Po me këtë ngjyrën dhe janë me push nga brenda. I mora një këmish, I kam shumë qef këto këmishat dhe Zara I ka shumë të bukura, është një material I holl, mund ta veshi edhe tani me ndonjë bluzë tjetër poshtë, por sigurisht më shumë është për periudhën e pranverës. I mora një fustan, Raeli I ka shumë qef fustanet. Ky është një fustan I pambukt dhe këtë pjesën poshtë e ka një material shumë të këndshëm, por është kështu do me thënë që nëse do mund t'ja vesh edhe në çerdhe. Ndonjë ditë zakonisht nuk e vesh në çerdhe me fustane, sepse nuk janë shumë praktike. Mendoni që atje do luaj, do flej, kështu që mundohem t'i shmang ato gjëra, po ky është një material I pambukt që I krijon lirshmëri në lëvizje, gjithashtu nuk është problem as për të fjetur se s'ka as jaka, as kopca, është thjesht kështu. Shumë cute. I mora dhe një fustan tjetër që ja ka menduar ta veshi për ditëlindje. Dhe është ky. Shumë e bukur. Këtë e kisha në listë prej shumë kohësh në fakt.
Nuk është shumë i trash, është i holl, por që gjithsesi me një bluzë me më këtë gjata poshtë, mendoj se është okej, duke qenë se fëmijët edhe lëvizin shumë dhe djersiten, kështu që nuk është mirë që t'i veshësh shumë trash. Edhe, ja, ky është, ups, është shumë cute, më pëlqejnë shumë edhe këto të qëndisurat edhe të gjërat. Okej, sot do të merremi me dekorimin e kuzhinës. Kam nxjerr disa gjëra këtu. Dhe tani do të shikojmë se si do ta bëjmë. Nuk është se do ketë shumë, por kam menduar të vendos pemën e vogël që kemi pasur, do të dekorojmë tavolinën e ngrënjes. Kam vendosur një 2 fjongo këtu tek grila dhe gjithashtu do dekorojmë edhe atë zonën aty, të zonën këtu. I futemi punës. Kam këtë gjën kështu jeshile dhe do t'i fus edhe disa lule. Të shikojmë tani si do duket, se nuk jam shumë e sigurt. Okej. Tani të shikoj si të sistemoj këto lullet. Vendos një kuqe këtu. Dhe këto. Kjo është situata këtu. Kam edhe këto të dyja për qiri. Dhe mendoj t'i vë diku këtu, ose të vë vetëm njërën. Ky qiriu që ka pak i vogël për këtu, ka nevojë ta ngec një çik. Jashtë është një stuhi e papar, mi ka hequr gjithë të rangullit që tu te balkoni. Nuk e di, kam bërë edhe tek balkoni një dekor të vogël, duhet t'ja tregoj, po nuk e di nëse kjo era do më lërë. Nejse, vazhdojmë. Përsa i përket pjesës së banakut, kaq ishte, tani do të merremi me ishullin. Kam lënë ca gjëra këtu. Këtë të biskotave do ta heqim dhe do të vendosim një tjetër. Kam këtë, shikoni sa cute që është. Dhe do të vendos biskotat këtu brenda. Të laj pak duart si fillim se pastrova dhe preka ato gjërat me plur dhe nuk dua të prek biskotat me këto duar. Ja që të kemi dhe biskotat. Në fakt këto janë bura biskotat kanë mbaruar. Dhe shpeset një zëk, të të që nga një qikë të më ranë. Super. Tani si që shikoni, tek kjo e frutave kam vendosur poshtë një kështu të kuqe, që t'japi atë idenë e festave,
Kam një kështu për facoletat, por që besoj se thjesht do ta përdor kur të ham. Kam këto për të mbajtur gotat. Do t'i lë diku këtu. Kam edhe këtë me qëri që nuk di ku ta lë. Okej, këtu po e lë më mirë, duket mirë këtu. Me qënë se liruam atë vendin e asaj të karameleve, sepse Raeli shkon gjithmonë aty dhe normalisht nuk dua t'i jap karamele. Të vendosim një mbulesë festive, e cila do të rri gjatë gjithë kohës këtu, domethënë, jo vetëm për të ngrënë, por fundit ka filluar të më pëlqejë që të mbuloj tavolinën. Do ruaj të njëjtën dekor që mbaj gjithmonë për mesin e tavolinës dhe do ta rregulloj këtu sipër. Do vendos këtë gjën shumë të lezetshme në mes. Edhe kësaj t'ja gjitha vendin, do t'a lë këtu. Për të ngrënë kam marrë edhe këto shtrojcat, që kur të ulemi të ham, e kemi këtu secili, në mënyrë që mos bëhet shumë pjesë kjo pjesa. Kjo është. Tani do t'i mbledh dhe do t'i fus në sirtar. Por që rezultati i tavolinës është këtu. Tek divani kam vendosur 2 jastiqe dekorative dhe pemën do ta vendos atje në cep. Këtu në fakt më duhet një tapet më i madh, por këtë kishim për momentin. Kam vendosur këtë të lojës së gocës këtu që mos rri shumë në pllaka, sepse kuzhinën e kemi me pllaka. Por që fatkeqësisht më duhet ta heq tani që të vendosim pemën aty tek cepi. Ja tek kemi edhe pemën e tjetër. Kjo nuk do më lodhi shumë se vetëm 2 pjesë ka. Na zëm televizorin këtu. Na zëm televizorin. Ta kaloj të kyçe piktuar. Pemën e hapëm, tani do t'i vendos tek këmbët këtë gjën që kisha porositur, që pemës së madhe nuk i rrinte mirë. Tani vërtet do më kishte pëlqyer më shumë aty tek cepi, por puna është se pengon të televizorin edhe këtu sheh mami. Kështu që nuk kam çfarë të bëj, për sa kohë që do kem mamin, do ta lë këtu. Kur mami tiki në shtëpinë e saj, do ta çoj te cepi. Kështu që kjo është situata. Kam këto dritat që janë kështu me bateri, i kam pasur që kuri,
Në fakt do të shkoj të blej bateri se këto nuk bëjnë më sigurisht, por që nuk kisha prizë për këtë, për dritat e kësaj pemës, kështu që mendova që këto me bateri do ishin më të sakta. Zot, ç'më dëshmua me 2 pemë? Ç'më dëshmua? Dritat kaq janë, kaq sa janë, nuk më intereson shumë. Tani të fillon me dekorzimet. Merry Christmas to. Ky është edhe rezultati final I pemës. Ua, çfarë është ajo, mama? Pema. Pema?